Administratori i kompanisë time, Alpsab Investiment, kam bë punime këtu gips, boj dhe plak, punimet e fundit dekorative, edhe veshjet e mureve. Po ne jemi njoftu dje, kemi ardhur për punë, në 7:30 për herë, dhe nuk na kanë lejuar me brenda në objekt. Ne këtu brenda kemi akoma elementet, veglat e punës, kemi punën pa përfunduar, nuk e kuptoj arsyeën çfarë ka ndodhur mes dy kompanive, po besoj se nuk është e drejtë në na lëtë hyrja neve. Ju me kë keni marrëveshje? Me Mapkën, me Bezet Pacollin. Po, edhe çdo gjë ka shku shumë mirë deri dje pa dieni, pa informacion, pa asgjë, ne na vun dieni se nuk lejohemi për të hyrë brenda. Ne sot kemi ardhur po prapë. Marrojmë punimet tona sepse edhe 10-15 ditë dhe marrën komplet aeroporti, kanë ngel vetëm punimet e fundit. Kanë ngel dhe nuk e kuptoj arsyeën. Kur e kishim në kontratë për Ne kishim në fund të prillit, por edhe këto na janë bë pengesë herë tjera, po pa u bë kaq e madhe sa kësaj radhe. Kemi pasur 10 ditë se s'kemi punu. Se na kanë pengu, Mapko na ka shu njoftim se për momentin nuk do punojmë, pastaj na kanë njoftuar se do punojmë. Nuk e kam idenë. Nuk kam asnjë lloj informacioni. Plasja mes dy firmave ju Po. dhe ju. Po. Sa firma tjera janë? Janë shumë si puna ime, janë shumë si puna ime. Si janë aty në aeroport? Diku, unë kam 26, ndërsa tjerë nuk e di, po unë kam 26. Punimet si kanë nesër punimet? Mirë, shumë mirë. Po ne kemi qenë në përfundim, do ka ngel shumë gjëra të vogla. Do gjitha proceset pothuajse janë të marruar vetëm gjëra shumë vogla për të marruar për të. Sa ti keni marrë në rregull? Po, patjetër. Keni ende material Po, kam gjitha veglat. Unë atë po kërkoj policisë, na lejoj të shkojmë në paktën vetëm deri të marrim veglat e punës, edhe diçka tonën që kanë punëtor, materialet e tyre. Emër mbi emër lutem? Florian Hadroj. Edhe një mbi emër? Florian Hadroj. Me kanë ngelur aty, për të mbyllur komplet. Jo më shumë se për gjithë nën-kontraktorët rreth 4-5 ditë punë është dhe terminali dorëzohet. Juve konkretisht me çfarë punime bëni? Sa kohë keni me kë keni marrëveshje apo kontratë? Unë jam nën-kontraktor i Mapkës, kam bërë mbi 90% të punimeve, kam kryer që nga gipset, shtresat, plagat dhe gjitha të tjera domethënë që janë në punë. Gipset, tallanet, gjithçka tjetër kanë mbaruar, përveç edhe 100 metra plak janë që për 2 ditë domethënë gjithçka përfundohet dhe terminali është gati për të hapur. Atë cili është pengesa që ju shkaktuar? Dje kemi ardhur në punë si zakonisht, domethënë me punëtorët dhe me çunat dhe një urdhër i vijas nuk na ka lejuar që të hymë sepse thonë që kontrata i ka mbaruar Mapkos me vijan dhe kanë problemet e tyre me njëri tjetrin. Kjo mendoj që nuk është arsye për të pezulluar punimet, pasi e gjithë terminali për 4-5 ditë përfundon. Për 4-5 ditë sipas jush në qoftë? Po, është në funksion. Është në funksion për 4-5 ditë si terminal. Pjesët shtesë që janë të rrugëve nuk janë të bëra sepse i ka kompania tjetër 2A-ja. Pra mosmarrëveshja midis Mapkos edhe 2A grupit, edhe ju nën-kontraktorëve po ju penalizon për këto punimet? Mosmarrëveshja që kanë këta ndërmjet tyre, po na penalizon ne si nën-kontraktor që ne mos dorëzojmë punimet që kemi kryer. Sa nën-kontraktor janë? Rrihemi rreth 30-40 nën-kontraktor. Unë jam Pejan Krasniqi. Pejan Krasniqi, çfarë emrin e? Krasniqi Group.